Allahu Gjellëshanu bëft rahmet, bëft mëshirë mbi ata që kanë vdek. Allahu Gjellëshanu bëft rahmet, bëft mëshirë dhe mbi atë vllazën edhe motra që janë shahid, që janë dëshmuar në portret tona. Të ndershëm besimtar, që këtë kohë të shkurt para xhumoje, që këtë ditë të bukur, ditë me vlerë të madhe, du mundona me përcjell një fjalë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ku e transmeton Ebu Hurejra, Allah Gjellëshanu qoftë i kënaqet me atë. Thot, Jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Erdh një njeri, thot, te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Faqal, edhe i thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ai ja shtron një pyetje pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe i thot, ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, ayu sadaqatin a'zamu ajran. A mundesh me më tregu, thot, ja Rasulullah, o i dërguari i Allahut, cila sadaka është më e madhe në shpërblim? Cila sadaka e ka shpërblimin më të madh? Dihet se sadaka, na e marëm sadaka, kush na qel dorën dukush lips, me i dhonë diçka, thu se i kam dhoni sadaka. A sadaka është çdo gjë që i jep për hir të Allahut Gjellëshanu. Sadakaja ka lidhje të fortë, mund me thonë që nuk dahet prej imanit. Sadakaja vren prej sidq, tasdik, do të thotë se është vull, është vërtetim i imanit, i besimit. Njeriu kur ka besim të plot në Allahun Gjellëshanuhu, ai atëherë ep pa frikë. A kur e ka besimin e dobët tek Allahu Gjellëshanuhu, ai nuk mundet me dhonë, edhe me dhonë ep me frikë. Çfarë frike? Po paksohet, po dobësohet. Në Kur'an, parafërsisht 160 vende përmendet sadakaja. Por gjithashtu sadakaja ka edhe një lidhje të fortë edhe me pasurinë. Parafërsisht 80 vende përmendet malli. 2 fish përmendet sadakaja. Ky njeri e vetëm pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe i thot, ja Rasulullah, cila sadaka është më e madhe në shpërblim? Shpërblimin e ka më të madh. Pejgamberi i përgjigjet edhe i thot, ente sadaka wa ente sahihun shahihun. Tapsh me dhonë qatë moment ku ti je i fuart, i shënduash. Shahih, i e në të ko që ti mundesh me bo koprotësi. Takhshal fakr, ki e frikë prej varfurisë. Wa ta'mulul ghina, dëshiron me pas më tepër. Kur me dhonë në atë kohë ku ti je i shënduash, i fuart. Mundesh me mendu se mazallah mundut me më shku pasuria. Hala dëshiroj, e kom një makinë, po du të marrë një makinë pak më të mirë. E kom një shtëpi, po du të marrë një shtëpi pak më të madhe. E kom biznisin, po du të xhanoj më tepër për biznisin. Kur ti kesh që këto mendime, në qatë ko me dhonë. Qofse e në qatë ko, ajo sadaka është, vlerën e ka shumë më të madhe. Pse?
Se kjo shkon të ajo fjala si e thash në fillim të dersit, se e kije besimin plot tek Allahu Gjellëshanuhu, se kur të apsh nuk të bosh i varfër, kur të apsh nuk të pengoje ty mos me u bo ma pasonik, po për kundërzi, sa ma shumë me dhonë rrugë të Allahu Gjellëshanuhu besimi i plot, se ai ka thonë, ai që e për rrugën time, unë kam për me ja kompenzu ma tje për ati. Që këtë kohë me dhonë, jo në atë kohë, cilën kohë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, wala tumhil, muse vano hatta idha balagat il hulkum, muse vano kur të vije shpirtit e fyti, kur vije shpirtit e fyti edhe mrapa kulte, li fulanin këdha, o li fulanin këdha, Muse vano kur të vije shpirtit të fyti e thush, filonit që kaq, filon xhamis që kaq, filon shkollës që kaq. Kur e shesi jetë e shku, kur e shesi s'ki e mo mundësi me ble shpi, kur e shesi nuk ka mundësi me ble makina tjera, kur e shesi nuk ka rrugë dalje, jon për atë dynjën tjetër, e epni filon shkollës që kaq, e filonit që kaq, e filonit që kaq, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, wa qad kana li fulan. Mos fol kot, se nuk është e jotja ajo është e ati, e këtë rkuj më është ajo. Ajo është pralla bosh, muhabet bosh. A ke koni zoti, a i zoti me dhonë para se marë shpirti të fyti. A ke koni zoti me shkruj qekin kër e ke pas lapsin dorën tënde. Jo ti tu që o gjallë shkruj, thot o bab ta kështë shkruj, I'm sorry. Now it's mine. Kur ka lujt gishti, kur ka lujt dora, pëse nuk e ke shkrujt vetë, e ta është dridhë dora o djallë, shkruje me babën, filon xhamis që kaq, e filon shkollës që kaq, e filon fukara që kaq, a baba e mësori, a ba, fol, oho, mashallah, zoni bukur del, si bilbil, mashallah, ba. Jo goja, dora në të punuje, dora. Kur nuk ka punu dora, sot goja sa do të në të punuje. It's too late. Vonë është. Edhe nëherë, e përmledhëm hadithin e pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam. Vjen njëri edhe i thot pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam, oj dërguri Allahut, cila sadaka e ka vlerën më të madhe, shpërblimin më të madh, pejgamberi sallallahu aleyhi wasallam i thot, me dhonë, kur ti e i fuart, i shënduash, ku ki e mundësi me mendu për varfuri, ku ki e mundësi me mendu për me konë pasunik ma i math, në qatë ko me dhonë. Kjo përputhet edhe me fjalën e Allahu Gjelleshanu këtë lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ju nuk mundi me arrit në shkallën e mirësisë të dhonjës deri kur ta jepni atë që e dojni. Atë e do, a mund kohën e vdekës, çka duhet mo? Me dhonat kohën që duhet me dhonë, që ti e do me kohën e jotja me mbajt, që atë kohë me dhonë. Por mos me vanu, si thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur të vije shpirti të fyti për me dal, edhe me thonë filonit beja dhash, thot mos thuj se ajo nuk është e jote, është e filonit, atë kot mos fol. E lusë Allahun Gjelleshanuhu, inshallah të naboje për e besimtarve të sinqert, që i ndëgjojnë fjalët e pejgamberit, porosiet e pejgamberit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, edhe mundohen ato porosia me i çun vend. Na bëj Allah Gjelleshanu prej atyne që nuk jon robët e pasunis, po pasunia është robi atyne. Na bëj prej atyne që pasunin e ka nduar, e jo pasunia që i ka nduar, se do kon pasunia i ka nduar, e i dhon ka do vet. Por inshallah të nabojë për atyne që e kajnë pasunin nduar edhe e apën në atë kohë ku duhet me dhonë, në vendin ku duhet me dhonë, që ajo pasuni njësër t'i dale
para Allahu Gjelle Shanuhu. Ndimës. Edhe me faqe bardhësi, me dit me ja dhon llogarinë asaj pasunis që ja ka dhon Allahu Gjelle Shanuhu. E lusë Allahu Gjelle Shanuhu, inshallah të mbojë për besimtarëve të sinqertë, që e lexojnë Kur'anin, e kuptojnë Kur'anin, edhe më mirë e praktikojnë. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Al-Fatiha.